Drejtoria Bashkiake e Rrugëve Rurale po vjen punën në terren me qëllim përmirësimin e infrastrukturës në zonat më të thella të Bashkisë Kukës. Një nga ndërhyrjet e fundit është realizuar në fshatin Mustaf, njësia administrative Bicaj, ku është bërë sistemimi dhe përmirësimi i rrugës kryesore që lidh banesat e fshatit me rrugën nacionale. Punimet kanë përfshirë rrafshimin, vendosjen e shtresës inerte dhe përforcimin e skajeve të rrugës, duke e bërë qarkullimin më të sigurt dhe më të rehatshëm për banorët dhe automjetet. Ndërhyrje të ngjashme janë kryer edhe në fshatin Lojme, njësia administrative Zapot, ku përmirësimi i rrugës ka lehtësuar aksesin e banorëve dhe lidhjen me zonat përreth, sidomos gjatë periudhës së dimrit kur lëvizja është më e vështirë. Punimet në terren kanë vijuar edhe në fshatrat e Bele dhe Orçikël, po në njësinë alternative Zapot, ku janë bërë ndërhyrje për sistemimin e rrugëve të brendshme dhe për përmirësimin e komunikimit ndërmjet fshatrave. Sipas një njoftimi zyrtar, këto investime janë pjesë e një programi të gjerë të Bashkisë Kukës për zhvillimin e infrastrukturës rurale me qëllim rritjen e cilësisë së jetesës në zonat malore dhe forcimin e lidhjes së tyre me qendrat urbane. Sipas Drejtorisë së Rrugëve Rurale, puna në terren do të vijojë edhe në javët në vijim në disa njësi të tjera administrative për të garantuar rrugë më të sigurta, lëvizje më të lehtë dhe shërbime më të mira për komunitetin lokal edhe gjatë stinës së dimrit.